Horoskopi ditor, e shtunë 5 prill 2025. Dashi. Do e shfrytëzoni pafund çdo moment kur të jeni pranë atij që dashuroni dhe emocionet do të jenë të fuqishme. Hera eros do t'ju duket sikur jeni në ëndër. Beqarët do të njihen me persona nga më të ndryshmit, por ata që do të kenë një sjellje të ëmbël do t'ju pëlqejnë më shumë. Situata financiare do të konsolidohet. Do të bëni një riorganizim të ardhurave. Demi. Ditë goxha e turbullt dhe problematike kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do të kuptoheni as pak me atë që keni në krah dhe gjërat nuk do të shkojnë si duhet. Beqarët do të kenë veçse mundësi për aventura kalimtare. Për dashurinë e madhe ende duhet të presin. Për sa u përket të ardhurave do të dini si ti menaxhoni që të mos keni as pak vështirësi. Pinjakët. Drita jeshile do të ndizet gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia në çift do të jetë akoma më harmonike se më parë. Do t'ja kaloni mjaft mirë dhe emocionet do të jenë të shumëfishta. Beqarët do të jenë të vendosur ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë dhe do të fillojnë një histori të bukur dashurie me të. Për financat mos u shqetësoni, sepse do të jenë të mira. Gaforia. Duke parë pozicionin as pak të favorshëm të yjeve, duhet thënë se jeta juaj në çift do të kalojë një fazë të vështirë sot. Lodhja në punë do të bëjë të vetën dhe nuk do të duroni dot kritikat e shumta të partnerit. Kjo do të sjellë dhe shumë debate. Beqarët duhet të tregohen të matur dhe jo t'i bëjnë gjërat me sy mbyllur. Financat do t'i keni në vëmendje dhe nuk do të gjithni hapa të nxituara. Luani. Do të bashkëpunoni dhe do të flisni për gjithçka sot me atë që keni në krah. Kjo do t'ju afrojë më tepër me njëri tjetrin dhe do t'i shihni gjërat me një sy tjetër. Beqarët do të kenë takime pafund, por do të hezitojnë të hedhin hapa më tej. Merrni gjithë kohën e duhur dhe të nevojshme për të mësuar kush është i duhuri. Të ardhurat fatmirësisht do të vinë duke u përmirësuar dal nga dal. Virgjëresha. Askush dhe asgjë nuk do t'ju pengoj sot të bëni ato që ndjeni në jetën tuaj në çift. Partneri do t'ju gjendet pranë dhe do të mundohet t'ju plotësojë të gjitha dëshirat. Beqarët nuk duhet të ëndërrojnë më shumë se sa duhet, por duhet të qëndrojnë sa më gjatë me këmbë në tokë, në mënyrë që të mos lëndohen. Në planin financiar do të jetë një ditë luftarake dhe do t'ja dilni për të përmirësuar situatën. Peshorja. Dita e sotme do të jetë shumë e qetë dhe e bukur për ata që janë në një lidhje. Megjithatë, emocionet nuk do të kenë atë interes që ju prisnit. Nëse jeni beqare dhe sot ka mundësi të vazhdoni të mbeteni në të njëjtin status. Financat nuk do të jenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Shmangni marrjen e huave dhe mundohuni që duke ulur shpenzimet t'ja dilni. Akrepi. Të dashuruarit do të kenë një ditë shumë normale dhe hera erës gjithçka do t'ju duket rutinë. Në fakt duhen bërë disa ndryshime përpara se situata të marrë të atë pjetën. Beqarët do e kenë të pamundur sot t'i bëjnë ballë të ndimit ndaj disa personave dhe do hidhen pa u menduar shumë në krahët e tyre. Në planin financiar nuk pritet asnjë vështirësi. Shigjetari. Yjet dhe planetët do t'ju influencojnë gjatë gjithë ditës jetën sentimentale në çift. Ato do i bëjnë dhe më të hapur ndaj eksperiencave të reja. Beqarët është e kohë që të mundohen shumë, sepse nuk do të arrijnë dot të krijojnë një lidhje. Të ardhurat duhen pasur më shumë se kur në vëmendje, po shpenzuat me maturi nuk do të keni vështirësi as pak. Bricjapi. Jeta sentimentale të dashuruarve do të jetë gjatë gjithë kohës së mbrojtur. Do të jeni përgjithsisht në humor dhe nuk do të keni as pak konflikte me partnerin. Beqarët do të bëjnë mirë t'i marrin gjërat si t'ju vinë pa bërë sakrifica apo çmenduri. Financat duhen pasur në qendër të vëmendjes. Situata nuk do të jetë as pak e favorshme për të kryer investime. Ujori. Klima yjore do të jetë e dyzuar gjatë kësaj dite për çiftet. Herë do të jeni në humor të mirë,
Dhe herë do të debatoni ashpër me partnerin për gjëra elementare. Beqarët nuk duhet të bëjnë asgjë me inat, por t'ia lënë gjithçka kohës dhe momentit. Të ardhurat fatmirësisht do të jenë të mira. Nuk do të keni as problemin më të vogël, kështu që mund të rini të qetë. Peshqit. Yjet do të jenë në pozicion shumë të mirë sot në jetën tuaj në çift. Do të keni dëshira të çmendura të cilat partneri do t'ua plotësojë pa u menduar shumë. Beqarët më mirë të qëndrojnë vetëm nëse shohin se takimet nuk janë ashtu si ata i kanë menduar. Financa do të jenë goxha më të mira se më parë, kështu që mund t'ia lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim më tepër.